Kjo është një ekspozitë organizuar me fëmijë, të cilët punojnë një kurs për artin, por ajo që duam të përcjellim unë bashkë me fëmijët është një mesazh shumë i madh, që nga titulli i ekspozitës, ne jemi çka ju na edukoni, është ajo dëshira që ne japim fëmijës për artin, për kulturën, për vendin, për historinë, e gjitha kjo është ajo që ne ushqejmë fëmijën dhe ai bëhet në të ardhmen. Sa fëmijë mësojnë në këtë kurs dhe çfarë moshësh? Në këtë kurs mësojnë fëmijë të moshave të ndryshme, fillojnë që nga mosha 4 vjeç me të veçlit, deri në moshën e shkollës 9 vjeçare, klasa 7-8. Por më rëndësishmja është që të gjithë kanë të njëjtën pasion dhe të njëjtën dëshirë që të punojnë me bojrat, me ngjyrat, t'i prekin, të kenë ndjesinë se çfarë u sjell arti atyre. Tu ti vetë do të kanë me piktore, tashmë për mua. E një si jashtë do më thanë, po të më jashtë interesit që këtë të përdi që për fëmijë. Një dikim të zamë që nuk punën me fëmijë, po edhe si dhe vizitor. Çfarë njësi të kryon kjo ekspozitë? Unë kam përjetu sot emocionet e njerëzve paradite që e panë ekspozitën dhe momenti i parë ishte një wow. Shumë prej tyre nuk e besojnë se këto janë punimet e fëmijëve, sepse kanë shumë dritë, kanë shumë ngjyrë, fëmijët përcjellin atë që kanë ndjenjë për brenda dhe besoj se është diçka e bukur që ajo nxjerr, nuk ka lidhje vetëm me mua si artiste, po edhe me ato që nuk e njohin artin. Duan duket se po vjen një besëri piktorësh në Shkodër. Nuk diskutohet, Shkodra ka gjithmonë artistat që janë të lindur, që do lindin dhe do vazhdojmë brez pas brezit këtë art. Dhe sa e rëndësishme është fëmijët të kalojnë pas celularin, ekranin dhe të merren me pasione të tilla siç është piktura. Ky është mesazhi që duhet përcjell më shumë, duke u thënë prindërve që nëse ne do ju ushqejmë me celularin dhe celulari do ju ushqejë me ato që janë mungesa edukatës e kulturës, mungesa artit, do të ketë pasoja. Prandaj unë dua që ata të ushqejmë me këtë art dhe të jenë larg celularit dhe ato të kenë ndjesinë e bukurës brenda vetes. Si quhesh? Engjina Govani. Çfarë sjell në këtë ekspozitë? Çfarë ke punuar? Unë kam punuar shumë piktura me mësueset të utën dhe më pëlqen shumë të pikturoj. Pse të pëlqen? Sepse e kam pasion qyse jam 5 vjeçe, kam filluar të pikturoj dhe më pëlqen shumë të pikturoj. Çfarë do të bësh ti kur të rritesh? Mendoj të bëhem piktore. Si quhesh? Unë quhem Hera Gjelaj. Pse do pëlqen piktura? Sepse më pëlqen, sepse mundesh me pikturu edhe mundesh me i vuna për dhoma edhe është bukur me pikturu sepse ka shumë ngjyra edhe mundesh me pikturu lule, mundesh me pikturu shumë gjana. Çfarë ju mësojnë mësueset e UTA? Mësueset e UTA na mësojnë me bëj shumë gjana, na mësojnë me bëj shtete, na mësojnë me pikturu zemrën, na mësojnë me bëj lulet, me letra edhe me ngjyra. Faleminderit. Jena, si quhesh? Orja Mloja. Çfarë sjell në këtë ekspozitë? E kam pas shumë qefin me pikturu, për një kam menuar që me mësuesit e utën do t'jetë mësuese shumë e mirë. Çfarë këshillash të jep mësueset e UTA kur pikturoni? Që ja gjithmonë me mësu me i bë më mirë, ja me vazhdu si e ban keq më nejna me provu me bë më mirë. Çfarë është për ty piktura? Për mu piktura është diçka shumë kreative që njerëzit shprehin kreativitetin ndërmjet pikturave. Edhe pse të pëlqen piktura? Piktura më pëlqen sepse mundesh të bësh shumë gjëra të ndryshme. Si për shembull? Për shembull mundesh me vizatu lule shumë të bukura, po edhe shumë lloje artit që kam shumë qejf mi provu. Unë quhem Gjem Terracoko, jam 8 vjeç edhe vi pri Shkodre edhe këtu sot kam hap ekspozitën e dytë. Jam shumë i kënaqur që kanë ardhur shumë pjesëmarrës me më shiku këtu pikturat e mia dhe i falenderoj shumë që kanë ardhur me më shiku mu dhe gjitha të pikturat që kam bërë gjatë këtij viti.